نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, I tërë falënderimi I takon Allahut, Zotit të gjithësisë, ndërsa salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndoqën dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereketi I Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Njëherët, në këtë muaj të Ramazanit ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Allahu I madhruar, madhështinë, fuqinë, pushtetin, gjithashtu butësinë, faljen, përmes emrave të tij na I tregon më së miri, ku në surën Taha në ajetin e 8, Allahu kështu thot: Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna. Allahu I madhruar ka 99 emra të bukur të tij. Ku me lejen e Allahut sot do të flasim mbi një emër El Latif, që çdo emër I Zotit ka peshën e tij, rëndësinë e tij, dhe ne si krijesa të flasim për një emër të krijuesit është e rëndë dhe fjalët tona janë të mangëta, mirëpo do të mundohemi që nëpërmjet ajeteve, fjalës së tij ta elaborojmë këtë emër të Allahut. Ndërsa sa I përket emrit të Allahut El Latif, është emër I përmendur 7 herë në Kuranin famëlar, ku Allahu I madhruar nuk jep një kuptim, por disa kuptime të gjëra emrit El Latif, ku më së miri në ajetin kuranor në surën Ash-Shura, ajetin e 18, Allahu thot kështu: Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allahu është I butë dhe I urtë me robërit e tij dhe ai furnizon atë që të do. Pra me këtë ajet kuptojmë që Allahu ka butësinë, urtësinë dhe është I mirë me robërit e tij. Mirëpo ka edhe kuptime të tjera ku Allahu I madhruar thotë për këtë emër se është I gjithdijshëm, është ai I cili di hollësisht gjëra të cilat edhe më të imta. Allahu I madhruar e din edhe lotin, shkakun e lotit që pikon. Allahu I madhruar e din edhe duan të cilat goja nuk e thot, po e thot dhe zemra. Allahu I madhruar e din edhe shion që pikon nga qielli. Zoti I madhruar e din gjitha imtësitë të cilat ne me sytë tonë nuk mund t'i kaplojmë apo t'i kuptojmë. Allahu I madhruar butësinë e tij më së miri e tregon edhe tek historia e Jusufit alayhi salam, ku vetë Allahu I madhruar thot ahsanul qasas. Ajo është histori shumë e bukur, nga se Jusufi alayhi salam u hodh në pus, pastaj u shit si sklever, gjithashtu u burgosi pa drejt, dhe ai asnjëherë nuk tha Allahu është I ashpër, por tha Inna Rabbi latifun bi lima yasha. Allahu është I butë në atë çka të doje. Edhe gjithashtu Allahu I madhruar e tregoi butësinë në këtë histori të Jusufit alayhis salam, duke dërgu përmes ëndrave t'ia dërgoi mbretit, jo që I shkatroi muret e burgut, jo që I shkatroi prangat e Jusufit alayhis salam, jo që I shkatroi apo të dërgon me lekun që të ja merr shpirtat atyre të cilat e burgosën, por përmes ëndrave të cilat ja dërgoi Allahu me butësinë e tij, e bëri të mundur që Jusufi alayhis salam të lirohet nga burgu. Gjithashtu edhe Musa alayhis salam, I cili përmes asaj t'ia bëri të mundur Allahu të mos e pinë qumshin asnjë grua tjetër, përveç nënës së tij, e bëri të mundur që edhe Musa alayhis salam të hyjë në frontin e mbretit të tij. Butësia e Allahut reflektohet edhe tek I dashuri I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, I cili ishte shembulltyr, shembull më I mirë I butësisë dhe I qetësisë në këtë tokë.
Muhamedi a.s. Shembull më të mirë kemi kur udhtoi në Taif dhe njerëzit e gjakosën, e gjuajtën dhe e torturuan, mirë po ai nuk e lut Allahut o Zot shkatroj, po tha o Zot fali nga sa ata nuk din. Pra ishte shembull i butësisë që përveç që mori nga emri Allahut butësinë, edhe ne si njerëz duhet ta marrim këtë cilësi pra, të reflekton edhe tek ne si besimtar. Të marrim edhe te ne të reflekton që emri i bukur i Allahut El Latif. Duhet të jemi të butë me familjet tonë, duhet të jemi të butë në familjet tona, duhet të jemi të butë në shoqërinë tonë. Por duke mos harruar Allahun fuqiplot, sepse ai përpos që ishte i butë edhe i din gjithë hollësitë tona. Edhe ne të bëhemi kado që të shkojmë të jemi prej atyre të cilat na korrigjon dhe na dirigjon Allahu i madhruar, na kontrollon çdo skaj tonën, andaj të bëhemi prej besimtarëve të cilat të jemi të respektueshëm ndaj urdhrave të Allahut fuqiplot. Lut Allahun fuqiplot me emrin El Latif të na bëj prej atyre të besimtarëve të mirë, të udhëzuar dhe të qetë, të na forcon besimin ton, të na ngrit imanin dhe të bëhemi prej të devotshmëve. Ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar inshallah.